Ju keni patur goxha bashkëpunime. Cili nga bashkëpunimet e ka shënjuar karrierën tuaj dhe pse? Unë sigurisht që kam pas shumë bashkëpunime, por bashkëpunimi më i madh që ka qenë me gjithë këngëtarët, por do ta veçoja këngëtarin i cili kemi bërë koncert përbashkët me Kastriot Tushën dhe Ilir Shaqiri. A ka patur një këngëtar apo një mentor që ju ka ndjekur gjatë rrugtimit tuaj dhe si e kujtoni atë moment? Ose ka patur ndikim tek ju? Do ta veçoja gjatë asaj periudhe që isha në shkollën fillore Istiqbal, që mos bëhem shumë i mërzitshëm, sepse duhet të ceket secili i cili më ka dhënë atë rrugtimin e karrierës muzikore. Nga shkolla fillore dola tek shkolla e mesme, ku aty takova profesorin i cili më ka ndihmuar shumë, Vlado Sorvinovski, në pjesën e solo këndimit. Aty kam mësuar teknikën vokale nga ai, pjesën e solo këndimit edhe shumë teknika tjera. Kështu që pas kësaj më ka dhënë edhe një shtyrje në muzikë, edhe nganjëherë edhe na bërtitte Axha Azir Aziri, i cili e përshëndes dhe i cili e ka rujt dhe ka kultivu këngën qytetare dhe këngën autoktone, njëkohësisht edhe këngën e vjetër popullore.